Përshëndetje të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi ditën e sotme me mua Tirona Lilin për të komentuar pak një ngjarje që në fakt ditën e djeshme ka rikthyer edhe një herë në vëmendje një moment shumë të egër dhe të ashpër të Gjestit, i cili në shumicën e rasteve ka shpjeguar si një nga momentet më të trishta që nuk dëshironte që ta bën më, por ai e pranoi që vuan nga ankthi dhe presioni i momentit, presioni i ngjarjeve, presioni në jetën e tij që u krijua, e detyroi atë që të merr një hap që nuk është hapi që mund ta merrte Gjesti. Por kjo video është publikuar tashmë nga Sinjali, një portal i cili ka treguar momentin kur Gjesti mbërin pranë ambienteve të kompanisë Onima, një kompani ku Gjesti kishte një kontratë e cila nuk është respektuar nga drejtuesit e kësaj kompanie që nuk janë dhënë parat e premtuara Gjestit. Gjesti ka marrë armën dhe ka shkuar i ka kërcënuar. Pas publikimit të pamjeve nga mediumi Sinjali, do të thënë ju do t'i shihni pamje gjatë kohës kur unë e komentoj, ku Gjesti shihet duke hyrë me armë në dorë dhe duke shkatëruar dëmtime në ambientet e shtëpisë muzikore Onima, ka ardhur reagimi menjëhershëm i vet Gjestit. Përmes një deklarate të shpërndarë në rrjetet sociale të tij, Gjesti ka akuzuar kompaninë për manipulim të ngjarjeve dhe prerje të qëllimshme të videove. Do me thënë, urrejtja, inati, zënka është akoma e vazhdueshme mes Gjestit dhe kësaj kompanie. Në reagimin e tij, Gjesti e cilëson publikimin e pamjeve si një fushatë të re për dëmtimin e imazhit të tij. Ai u ka kërkuar falje shqiptarëve që mund të jenë shqetësuar, por ka këmbëngulur se videot nuk pasqyrojnë realitetin. Këngëtari ka ngritur pikpyetje të mëdha se pse nuk janë publikuar pjesët ku sipas tij atij i është drejtuar arma i pari, vetëm sepse po kërkonte parat e fituara me shumë mund. Ai shton se në video shihet qartë që stafi i kompanisë qëndron i qetë, gjë që sipas tij tregon se askush nuk ishte i rrezikuar. Për te incidentit me armë, Gjesti ka hedhur akuza të rënda financiare dhe ligjore ndaj pronarit të Onimës Erkand Shabanit. Ai pretendon se kompania i ka falsifikuar në shkrimin dhe ka përfituar nga puna e tij ndër vite pa dijenin e tij. Kompania dhe njeriu që përfituan nga ndjersa ime, që ma vodhën bukën e gojës dhe që më bën të dal nga vetja, ka shkruar Gjesti në mesazhin e tij. Gjesti shkruan këtë gjë: kompania dhe njeriu që përfituan nga djersa ime, që ma vodhën bukën e gojës dhe që më bën të dal nga vetja, tani pas kanë filluar edhe me fushata të reja, ato të prerjes së videove, shfaqjen e një realiteti të manipuluar dhe dëmtimit të imazhit tim. Unë të gjithë shqiptarëve që mund të jenë shqetësuar nga këta video, ju betohem se këto video janë të prera dhe nuk pasqyrojnë realitetin. Ku është video kur mua më drejtohet arma vetëm pse kërkoj që të më paguhet mundi im? Ku është video ku i gjithë stafi i asaj kompanie qëndron me mua i pashqetësuar dhe i parezikuar gjatë gjithë kësaj ngjarje? Mos të harojmë se kjo kompani dhe pronari i saj janë ata që më kanë falsifikuar në shkrimin tim dhe pa dijenin time ndër vite kanë përfituar nga puna dhe nga djersa ime. Unë kam pranuar fajin tim dhe do t'i bart pasojat, por tani është koha që këta persona të ligë të pranojnë krimet e tyre. Për ndryshe, koha ju ka mbaruar dhe fytyra e vërtet e tyre po shfaqet dita ditës. Unë besoj se në shtetin e Republikës së Kosovës, besoj në drejtësi, besoj se prokurori dhe gjykata dhe me bindje të plot them se askush nuk mund të bjerë pre e këtyre akteve keqdashëse, përçarëse dhe manipuluese. Për më tepër kam bindje dhe besimin se hetimet ndaj këtyre personave kanë filluar dhe se krimet e tyre do të marrin dënimin e merituar. I juaj për gjithmonë Gjesti. Në fakt ky ishte reagimi që ka bërë Gjesti.